Armando Broja nuk po kalon një situatë të qetë te Burnley, me të ardhmen e tij te skuadra angleze që duket gjithnjë e më e pasigurt. Sulmuesi i kombëtares shqiptare nuk ka gjetur minutazhin e duhur dhe duket se për momentin është jashtë planeve të trajnerit Nicky Hayden, i cili nuk e sheh si zgjidhjen kryesore për repartin ofensiv. Në ndeshjet e fundit, Broja nuk është aktivizuar, pavarësisht se nuk ka pasur probleme fizike. Këto e ka konfirmuar edhe trajneri në konferencën për mediat para ndeshjes së parë të kampionatit ndaj West Ham, pikërisht një prej skuadrave për të cilat ishte raportuar më herët se kishte shfaqur interes për sulmuesin shqiptar. Broja dhe Foster, të dy janë në gjendje të mirë, ndaj ne përpiqemi sa të jetë e mundur t'i përshtatim për skuadrën, ishin fjalët e trajnerit teksa komentonte situatën e dy futbollistëve. Megjithatë, sipas mediave pranë klubit, Broja nuk pritet të ketë një rol në ndeshjen e parë të kampionatit, dhe kjo situatë mund të vazhdojë edhe në javët në vijim, ndërsa po shqyrtohet mundësia e transferimit të tij në një klub tjetër. Cesena ka filluar diskutimet me Christian Spendin dhe agjentët e tij për të kuptuar më shumë rreth të ardhmes së sulmuesit. Futbollisti kuqezi dëshiron të qëndrojë, ndërsa menaxherët e tij thuhet se janë të etur ta transferojnë atë, por ende nuk ka kërkesa për të, dhe Cesena është duke pritur. Klubi bardhezi, raporton Il Corriere di Romagna, u ka treguar dy mundësi, Ramadanit dhe Corvino Junior, të cilët menaxhon Spendin. Nëse doni ta transferoni, na sillni oferta të barabarta ose më të mëdha se 3.5 milion. Nëse Christian qëndron, ne duhet të punojmë për të zgjatur kontratën e tij, nga viti 2029 në vitin 2030 ose 2031, me një pjesë të pagës për 2 sezonet e ardhshme të shpërndara në 3 ose 4 vjet. Ray Manaj mund të ndryshojë sërish skuadrën në futbollin turk. Sulmuesi shqiptar është në bisedime me Bursasporin, klub që në sezonin e ri do të garojë në ligën e parë turke dhe që ka vendosur objektiva të rëndësishëm pas rikthimit në këtë kategori. Sipas raportimeve të publikuara në Turqi, negociatat mes palëve kanë avancuar dhe një marrëveshje mund të arrihet nëse palët gjejnë dakordsinë për detajet të fundit. Interesi i Bursasporit vjen në një periudhë kur Manaj është sërish në qendër të merkatos. 29 vjeçari ka kaluar një pjesë të rëndësishme të karrierës në kampionate të ndryshme europiane, ndërsa në Turqi ka krijuar një eksperiencë të konsiderueshme me Sivassporin. Pas një periudhe të shkurtër në Emiratet e Bashkuara Arabe, ai u rikthye te klubi turk në fillim të vitit 2026, por më pas u largua sërish. Në rast të një marrëveshje me Bursasporin, Manaj do të vazhdonte karrierën në Turqi, këtë herë në një skuadër që synon të luftojë për objektivat e saj në elitën e dytë të futbollit turk. Ndërkohë emri i tij është përmendur dhe në analizat e ish trajnerit të Sivassporit Mehmet Altoparmak, i cili ka vlerësuar rëndësinë e sulmuesit për skuadrën dhe kampionatin. Bursaspori ka nisur bisedimet me Ray Manajin për të afruar sulmuesin shqiptar në skuadër. Sipas raportimeve në Turqi, negociatat me Manajin kanë avancuar ndjeshëm. Palët janë pranë një marrëveshje dhe tashmë diskutimet lidhen me detajet përfundimtare të transferimit. Nëse këto çështje zgjidhen, sulmuesi shqiptar pritet të bëhet pjesë e projektit të Bursasporit. Klubi kërkon të forcojë repartin ofensiv dhe eksperjenca e Manajit në futbollin turk është një nga faktorët që i ka bërë atë një objektiv të merkatos. Sulmuesi i njeh kampionatin dhe ka kaluar aty periudha me Sivassporin ku ka luajtur një numër të konsiderueshëm ndeshjesh. Manaj u transferua te Sivasspori në vitin 2023 në 2 sezonet e para me klubin, 2023-2024 dhe 2024-2025, ai realizoi 30 gole në 60 ndeshjet e kampionatit. Paraqitjet e tij në këtë periudhë vendosën në mesin e sulmuesve me statistika të rëndësishme në Superligën turke. Në verën e vitit 2025, Manaj u largua nga Sivasspori të transferua te Sharjah e Emiratet e Bashkuara Arabe. Eksperjenca në këtë klub zgjati vetëm disa muaj, pasi më 3 shkurt 2026 ai u rikthye në Sivasspor. Në atë moment sulmuesi firmosi një kontratë 3 vjeçare gjysmë me klubin turk. Megjithatë, pas rikthimit të dytë në Sivasspor, situata ndryshoi dhe palët u ndanë. Kjo bëri që Manaj të ishte sërish i disponueshëm për një lëvizje të re në merkato. Në këtë situatë Bursaspori u shfaq si një nga klubet e interesuara për shërbimet e tij. Për Bursasporin, transferimi Manaj do të përfaqësonte një investim në një lojtar me eksperiencë në nivele të ndryshme të futbollit evropian.
Në të njëjtën periudhë kur ardhmja e Manajt po diskutohet në merkato, ish trajneri i Sivasporit Mehmet Altoparmak ka folur për situatën e skuadrës dhe për lojtarët që mund të kenë rol të rëndësishëm gjatë sezonit. Altoparmak analizoi ndeshjen e javës së parë të Trendyol 1 me Sivasporit te Esenler Erokspor. Ai vlerësoi se Sivaspori kishte një avantazh për shkak të vazhdimësisë së grupit, pasi një pjesë e lojtarëve që nisën ndeshjen njiheshin prej sezonit të kaluar, sipas të faktit që disa prej futbollistëve kishin luajtur së bashku edhe më herët të ndikoj në mënyrën se si skuadra u paraqit në fushë. Në analizën e tij Altoparmaku ndalte te Manaj, ish trajneri deklaroi se sulmuesi duhet të arrijë sa më shpejt gjendjen optimale dhe se një Manaj në formën e tij më të mirë mund të ketë ndikim të rëndësishëm në këtë kampionat. Një Manaj i gatshëm askush nuk mund të ndalë në këtë ligë, deklaroi Altoparmak duke ju referuar aftësive të sulmuesit shqiptar dhe rëndësisë që ai mund të ketë për skuadrën. Deklarata e tij vjen në një moment kur Manaj nuk është më pjesë e projektit të Sivasporit dhe po diskuton për të ardhmen e tij. Nëse transferimi të Bursasporit konkretizohet, sulmuesi do të përballet me një tjetër ndryshim në karrierën e tij, por do të mbetet në futbollin turk, një kampionat që tashmë ai njeh nga eksperjenca e mëparshme. Altoparmak foli gjithashtu për disa prej lojtarëve të tjerë të Sivasporit, duke përmendur Vajlon Etemin si një prej futbollistëve të rëndësishëm të skuadrës. Një transferim të Bursasporit do të sillte një kapitull të ri për Manaj në futbollin turk. Pas 2 periudhave me Sivasporin dhe eksperiencës së shkurtër në Emiratet e Bashkuara Arabe, sulmuesi mund të jetë në prag të një tjetër aventure në Turqi. Për momentin marrëveshja nuk është zyrtarizuar, por negociatat janë në një fazë të avancuar dhe pritet që detajet e fundit të përcaktojnë nëse Manaj do të veshë fanellën e Bursasporit. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Ernest Muçi, është dëmtuar gjatë një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale, teksa kanë njoftuar për gjendjen shëndetësore të tij. Trabzonspor zbulon se 25 vjeçari është diagnostikuar me gjakderdhje dhe ëndje në pjesën e sipërme të grupit të përparëm të muskujve të kofshës. Vlerësimet fillestare tregojnë se Muçi pritet të mungojë të paktën 2 javë. Pas një ekzaminimi dhe skanimi me rezonancë magnetike, pasi lojtari ynë Ernest Muçi përjetoi dhimbje në pjesën e përparme të kofshës së majtë gjatë stërvitjes, u zbulua një hemoragji dhe edem për shkak të tendosjes në pjesën e sipërme të grupit të muskujve të përparëm të kofshës. Ekipi ynë mjekësor ka filluar trajtimin për lojtarin ton, thuhet në njoftimin e Trabzonsporit. Gjatë kësaj kohe, ai do t'i nënshtrohet një programi individual trajtimi. Kristian Aslani po kalon ndoshta vitet më të vështira të karrierës së tij, që po mundohet t'i gjejë një sistemin pas eksperiencave as pak bindse te Torino dhe Beşiktaş në sezonin e kaluar. Situata është e tillë sa në mediat italiane raportohet se tashmë Aslani pranon edhe huazimin për një tjetër edicion, gjë që një vit më parë nuk e kishte as pak në konsiderat. Problemi i futbollistit është se nuk janë të shumta skuadrat që janë gati të vendosin bast për të, e aq më pak të blejnë lojtarin që vlerësohet rreth 10 milion euro nga Interi. Sipas mediave italiane, aktualisht klubi interesuar për të është vetëm Monza, pasi skuadra e sapo kthyer në Serie A synon të rindërtojë ekipin. Por nëse Aslani shkon atje, do të luftoj për mbijetesë dhe jo për objektiva prestigjioze, siç pretendonte deri pak kohë më parë futbollisti i kuqezinëve, që kishte refuzuar disa oferta nga klube të mesit të tabelës në Itali. Një ndryshim këndvështrimi që tashmë mund të jetë i detyruar ta bëjë për të ringjallur karrierën që ka marrë një kthesë as pak të këndshme. Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Myrto Uzuni, vazhdon të shënojë gola mbres lënës me fanellën e Austin në këtë periudhë të sezonit, duke treguar se po kalon një formë të jashtëzakonshme. Beratasi tundi përsëri rjetën në Leagues Cup, duke ndihmuar ekipin të siguronte çerek finalet e turneut, që organizohet me skuadrave më të mira të MLS dhe kampionati meksikan. Ai është shpallur sërish lojtari i ndeshjes, dhe për këtë ka folur edhe trajneri i Uzunit. E dua Myrton, më pëlqen mënyra se si luan dhe më pëlqen intensiteti i tij. Ai mund të jetë i zjarrt ndonjëherë dhe i mban zemrën në mëngë. Është një lojë pasionante. Për të luajtur në një nivel të lartë, duhet jesh i vendosur. Kam shumë respekt për këtë, sepse për mua nuk ka asgjë më të rëndësishme, tha trajneri i përkohshëm David Arnaut. Kevin Dodaj është prezantuar sot zyrtarisht si emri më i ri i skuadrës së Lechia Gdansk në futbollin polak. Sulmuesi i cili shpërtheu në radhët e vllaznisë ka qenë nën kontratë me CSKA të Sofjes në vitin e kaluar, por tashmë do të nisë këtë aventurë të re me klubin polak, i cili në edicionin e fundit ra nga kategoria, por kërkon rikthimin në elitë.
Ka qenë vetë klubi ai i cili ka prezantuar Dodajn me një video në rrjetet sociale, duke treguar edhe detaje të marrëveshjes mes palëve. Anësori i majt, Kevin Dodaj, i është bashkuar Lechia Gdansk. Futbollisti 20 vjeçar i bashkohet klubit me një huazim 1 vjeçar nga CSKA Sofje. Kontrata përfshin një opsion për të blerë lojtarin, shkruhej në njoftimin e klubit, ku Dodaj do të mbajë fanellën me numrin 7. Mirto Uzuni vazhdon të shënoj gola mbres lënës me fanellën e Austin në këtë periudhë të sezoni, duke treguar se po kalon një formë të jashtëzakonshme. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka tundur përsëri rjetën në Leagues Cup, duke ndihmuar ekipin të siguronte çerek finalet e turneut, që organizohet me skuadrave më të mira të MLS dhe kampionati meksikan. Ekipi i Austin mbron luajti përballë Klub Amerika në një ndeshje ku e pa veten në disavantazh në fillimin e pjesës së dytë. Por në minutën e 67 ishte Uzuni ai, i cili me një goditje të jashtëzakonshme nga e majta, çoi topin në cepin e largët të portës dhe barazoi shifrat. Pas 90 minutave në barazim, për të përcaktuar fituesin u deshën penaltit, dhe aty Austin fitoi 6-5, me Uzunin i cili shënoi gjithashtu edhe në tentativën e tij nga pika e bardhë. Leon Mirtaj luajti dje ndeshjen e parë në Europë, ndërsa ishte për të harruar. Debreceni i besoi vendin e titullarit, pikërisht në humbjen 5-1, që pasoi me eliminimin në turin e tretë të Ligës së Konferencës. 18 vjeçari, çuditësisht u aktivizua në krahun e djathtë të mbrojtjes. Vlerësimi 4/9 nga SofaScore ishte më i ulti nga të gjithë lojtarët. Mirtaj u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 57, ndërsa nuk u zëvendësua. Kujtojmë se futbollisti shqiptar vendosi këtë vit të ndryshonte kombësi, duke lënë Shqipërinë për Hungarinë. Më pas erdhi edhe kalimi i tij nga Akademia e Tottenham te Debrecen. Mbrëmja e djeshme në Danimark ishte plotësisht për t'u harruar. Armand Rada ka qenë shumë i pafat, pasi vetëm pak ditë para debutimit të shumë pritur të tij në Serin B, është dëmtuar dhe nuk pritet të jetë në javën e parë të sezonit të ri. Mesfushori i cili në të kaluarën ka qenë pjesë e përfaqësueseve të moshave të Shqipërisë, ka siguruar ngjitjen në Serin B me skuadrën e Vicencës dhe pritet të jetë një element i rëndësishëm për këtë sezon. Por klubi bëri të ditur sot se Rada ka pësuar një dëmtim në pulp gjatë stërvitjeve të kësaj jave. Kësaj, lojtari është lënë pushim dhe ka filluar fazën e rikuperimit, por ai pritet të humbas ndeshjen e parë të sezonit në Serin B, atë që luhet më datë 21 korrik përballë Catanzaros. Pa njësje me pasaportën shqiptare dhe talenteve të reja që duan të veshin fanellën kuqezi, duket se po has në vështirësitë ka krijuar së fundmi një përplasje në distancë mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe institucionit të presidencës. Kjo shihet qartësisht në një postim në rrjetet sociale i Tefik Osmanit, i cili në rolin e përgjegjësit të skautizmit në FSHF i është drejtuar publikisht presidentit Bajram Begaj, duke e pyetur se pse procedurat bëhen të përshpejtuara për lojtarët e Kosovës, si në rastin e Albion Rahmanit, por jo për talentet shqiptare. Postimi i Tefik Osmanit. Zoti presidenti i Republikës, po ju drejtohem publikisht jo për një favor, por për një përgjigje që lidhet drejt për drejt me të ardhmen e futbollit shqiptar. FSHF-ja ka dorëzuar dokumentacionin për rreth 10 djemë dhe vajza me potencial të madh, të cilët mund të përfaqësojnë Shqipërinë nga ekipet kombëtare të moshave. Përgjigjja që marrim është se ka ndryshuar ligji dhe duhet të presim VKM-n. Dua të jam shumë i qartë. Ne si FSHF jemi plotësisht pro që lojtarët me origjinë nga Kosova të pajisen me pasaportë shqiptare. Madje kemi punuar dhe kemi bërë marrëveshje me Italinë pikërisht që lojtarët shqiptar të mos konsiderohen ekstrakomunitar. Por pikërisht për këtë arsye lind një pyetje e fortë. Si është e mundur që procedurat për një lojtar të profesuesës së Kosovës si Albion Rahmani mund të ecën dhe të përfundojnë, ndërkohë që dokumentacioni i lojtarëve dhe lojtareve të që FSHF-ja po përpiqet t'i afrojë me kombëtarët e Shqipërisë, qëndron gjithmonë në prikje. Nuk kemi asgjë kundër Rahmanit apo lojtarëve të Kosovës, përkundrazi kjo është një çështje që ne e mbështesim, por kërkojmë që njëjti seriozitet, e njëjta shpejtësi dhe e njëjta vëmendje të kushtohet dhe talenteve që mund të veshin fanellën kuqezi, sepse këtu nuk po flasim për dokumente që mund të presin pafundësisht, po flasim për fëmijë të rinj që kanë një moshë, një cikël kombëtare edhe një moment të caktuar në zhvillimin e tyre. Nëse shteti mund të gjejë një zgjidhje kur bëhet fjalë për një lojtar që përfaqëson Kosovën, pse nuk mund të gjendet një zgjidhje me të njëjtën urgjencë për lojtarët që presin të përfaqësojnë Shqipërinë, sepse në fund rrezikojmë diçka shumë më të madhe se një dosje të vonuar.
rrezikojmë të humbasim talente që Shqipëria i ka gjetur, i ka ndjekur dhe i dëshiron. Dhe do të ishte paradoksale që talentin ta humnim jo në fushën e futbollit, por në pritje të një procedure administrative. Me respekt, Tefik Osmani. Ish trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho nuk kërkon të humbas shumë kohë me pushimet e gjata teksa ka dalë në nxemje dhe po bëhet gati për një aventurë të re. Klan News mëson se braziliani është një nga kandidatët për të marrë trajtimin e kombëtares së Algjerisë, që së fundi mori pjesë edhe në botrorin 2026. Ai pritet të pasojë Vladimir Petkovicin, i cili në datën 3 gusht u largua nga trajtimi i Algjerisë pas një botrori zhgënjyes ku Algjeria u eliminua në fazën e 1/16 pas humbjes 2-0 ndaj Zvicrës. Bëhet me dije se rivali kryesor i Silvinhos është spanjolli Felix Sanchez Bas, ish trajneri i Katarit dhe një emër me eksperiencë të konsiderueshme. Pritet me mjaft kuriozitet të mësohet nëse do të kemi një marrëveshje apo braziliani do të mbetet thjesht një kandidat.